Sot shënohet dita botërore e farmacistëve, e cila mbahet çdo vit më 25 shtator në organizimin e Federatës Botërore të Farmacistëve. Farmaciste Ela Delia Brovina tha se kjo ditë ka për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për rolin që farmacistët kanë në shëndetin publik. Dita botërore e farmacistëve është data 25 shtator, e cila mbahet çdo vit, e organizuar nga Federata e Shëndetësisë së Farmacistëve. Është një ditë e veçantë e cila rikujton ndërgjegjësimin e farmacistëve në shëndetin publik. Përveç shpërndarjes së barnave, farmacistët luajnë rol të rëndësishëm edhe në edukimin shëndetësor dhe parandalimin e sëmundjeve, shtoi Delia Brovina. Roli i farmacistit në shoqërinë tonë është shumë i madh, më shumë se sa veç dhënia e barnave, e cila mendohet ashtu. Farmacisti duhet domethënë mi dhon barën në mënyrën adekuate, është edukimi i shëndetit ndaj pacientit, parandalimi i shumë sëmundjeve të ndryshme, po ashtu është një urë lidhëse mes pacientit edhe mjekut. Domethënë që përmbledhen në të gjitha. Është më i madh se sa vetëm që ta japni terapi. U them të rinjeve të mos hezitojnë të zgjedhin profesionin e farmacistit, sepse është një profesion fisnik dhe me ndikim të madh në jetën dhe shëndetin e qytetarëve, tha mes tjerash farmaciste Delia Brovina.